Anis Mehmeti ka gjetur golin e radhës me Bristol City në Angli. Për të është rrallë që të shënoi me kokë, por ja doli pikërisht sot në transfertën e Portsmouthit. Goli i Mehmetit vullosi rezultatin 1-0 në pjesën e parë. Ishte minuta 17 kur shfrytëzoi momentin e duhur pas kryesimit. Sulmuesi shqiptar po kalon një formë të shkëlqyer prej 2 sezonesh, megjithatë Silvinho nuk e llogarit nga viti 2023. Në përfundim të 18 javëve të Championshipit, Bristol City vijon të synojë Premier Ligën, vetë Mehmeti po ju udhëheq. Deri tani ka shënuar 6 gola dhe ka dhuruar po aq asist, duke qenë kontribuesi i dytë më i mirë i ligës në gola plus asist.